A ka vaj pall me qumshti vita, a nuk ka? Hajde shkojmë në laborator. Kur pujna nuk i pengon në ardhë inspektorat. Na jemi këtu. As nuk jemi mbyll, as nuk jemi me mshef. As 1 mililitër shumsht nuk pranohet në fabrik pa analizat të detajume. Kjo pajisje i bën 25 parametra për 2 minuta. Përqindje yndyrës, materin e thot, laktozën, acidin urik, gjitha ato që mundën me... Për me ka qenë shumë e çuditshme, qysh më ardh të ndaj numër i madh inspektore, për çka? Te qumshtoria vita, a ka vaj palme, a nuk ka në qumshtin vita? Unë e kum lanë dyqysh ne takim edhe një intervist me drejtorin e prodhimit këto, cilin kemi me taku tash, edhe kena me ja bo krejt ato pytjet çka na kanë interesu krejt vendit e fundit. Do me dhonë super hot topic ka qenë kjo. Hajde një bashk, sa kamion i keni këse? I kemi 6 cisterna, se cila për tyne ka kapacitet 15.000 litra. 15.000 litra, na e marim qumshtin në krejt Kosovën. Qëtu e kemi vendi ku e pranojmë qumshtin. Po për sot o kry pranimi i qumshtit. A o kry, a? Për sot është kry. Se qumshtin na e mbledhim... Do me dhonë fermert e binë qëto? Këtu e binë edhe fermert, qumshtin. Fermert individual, për shembull që kanë sasit madhe të qumshtit. Po, kemi edhe pika grumbulluse, që ata vetë nuk janë prodhu qumshtit, mirë po e mbledhin qumshtin në përfshatra, edhe sjellin këtu. E sa fermer janë të përfshim për qëtë proces? Direkt edhe indirekt janë binimi fermer. Binimi fermer. Direkt në këtë zona në krejt Kosovë? Krejt Kosovë. As një shumsht, as 1 mililitër shumsht nuk pranohet në fabrik pa analizat të detajume. Kush i bën këto analizat? Analizat fillimisht fillojnë, analizat fundamentale që përcaktojnë freskinë e qumshtit, fillojnë qysh në teren. Merren analizat fiziko-kimike, bën analizat fillestare për freskinë e qumshtit. Nëse qumshti është rregull, mirën mostrat referente. Çka ndodh me ato mostra? Sepse ne në teren nuk mundemi me po. Falë që bën ndërprej. Këto e bën një autoritet i caktuar pe ju. Këto e bën tekniku i jon, që është i punësuar i jon, e bën analizat në teren. Dhe çfarë lloj analizash janë ato? Për qumsht fresh, do të thotë për freskinë e qumshtit, bëhen temperatura, duhet dihet se në çfarë temperature duhet të morrë qumshti. Bëhet alkool testi dhe aciditeti. Këto 3 parametra e përcaktojnë freskinë e qumshtit. Mandej, mirën mostrat referente dhe sjellen në fabrikë. Edhe bën analizat detajume. Çka ndodh me atë qumsht prej momentit pranimit? Do me thonë futet brenda objektit, pastaj çka? Hajde këshirëm bashkarisht. Po, ato fol. Po. Vazhdoj. Si repart quhet vetëm si pranimi i qumshtit. Këtu merren sasit, ndërsa mostrat dërgohen në laborator. Dhe pastaj puna i kalon laboratorit. Laborator. Po. Hajde shkojmë në laborator. Këtu jemi në laboratorin fiziko-kimik, një prej 2 laboratore fiziko-kimik, sepse ne kemi në këtë repart laboratorin fiziko-kimik dhe në anën tjetër kemi laboratorin mikrobiologjik. Do të thotë për higjienën e qumshtit. Në këtë laborator bën një numër shumë i madh i analizave, për çato që folëm, çfarë bisedum jashtë, do të thotë mostrat vijnë. Sa shpesh ndodh me gjetë parregullsi, a është diçka common? Shumë diçka e zakonshme. Jo, shumë e pozakonshme është. Shumë e pozakonshme është me gjetë parregullsi, se thash, ato mostra tash edhe fermerët gjithmonë janë të vetëdijshëm. E kuptojnë edhe fermerët se cilësia e qumshtit. Këtu na e vrejmë prej 0.1% të jetë. Qoftë veç edhe nëse një pikë ujë i shtohet, do me thonë ju mëni me... Një pikë ujë, po thëmë se një pikë ujë, tash për shembull na kemi fermerë që i sjell 3.000 litra. Po, detektohet. Sepse dihet çfarë piket ngrirjes e ka qumshti. Kjo baza e këtij aparati është me tregu sa është pika ngrirjes. Te qumshti e kena minus 0.512. Kjo pajisje këtu që po flasim tash, quhet Milkoscan. Kjo pajisje i bën 25 parametra për 2 minuta. Përqindje yndyrës, materin e thot, laktozën, acidin urik, gjitha ato që mundën me... Këtu i kemi 2 prej aparaturave ku na e bëjmë detektimin e mbetjes së antibiotikëve dhe të aflatoksinës. Ky qumsht prej momentit që standardizojmë... Jo qumshti i pranimit. Jo, qumshti i pranimit kalon në pjesën e pajisë, tash i shohim atje. Te pjesa e standardizimit inline, kur qumshti ndahet prej 4.0, hiqet e prica, bëhet 3.2, 1.5, po. Hajde. Edhe qumshti është i standardizuar. Prej atij momentit ai është i gatshëm me kaluar në procesin e trajtimit termik, homogenizimit dhe të mbushjes. Që kjo temperaturë është normale. Normale për procesin. Këtu ki pasteurizim. Ki temperatura të larta, 98 gradë, 85 gradë, varësisht prej llojit procesit.
Gjitha këto pajisje... Do me thonë që ta rezervora është shumë që të aktuale. Këto janë tankat, ta shishojmë atje. Tu e kemi kapacitetin 210.000, edhe 70.000 kemi jashtë, do të thotë 280.000 litra shumë që ne mundemi me i pranu edhe me i përpunu. Tu e kemi pjesën ku bëhet e veçantë, pjesa e pastrimit. Çka ne kupton kjo? Se cili objekt, se cila linje që përdoret paraprakisht pastrohet me bazë, acid dhe dezinfektues. Është kusht mirë në stryshët, përmbetje si mikrobiologjike, si fiziologike. Veç atëherë munden mu përdorë. Larja bëhet mënyrë automatike. 20 ton një koqë Kjo i ka 30 ton. 30 ton. Çka po do me të pyetën, po besoj edhe për shikues, për që ta kanë hinë storja me këshyrë, a ka vaj palme që më shtivita, a nuk ka? Unë garantoj, edhe si pjesë e stafit, si drejtori i prodhimit, edhe si teknolog e profesion, edhe në emrin të personal, që shumë shtivita nuk ka shansë të ketë përmbajtje të vajit të palmës. Çka do me thonë për konsumator nëse shumë shte që e pinë ka vaj palme, në këtë rast jo veç vita, po se që kjo është shumë e rëndësishme me ditë edhe për neve. Vaj palmes gjendet në shumicën e produkteve që ne i kemi në marketet tona, në tregjet tona. Cilat është e lejushme me qenë? Cilat është e lejushme, se mos me qenë e lejushme nuk përdoren. Për shembull, produktet tona që është kremi i kuzhinës, është profil, duhet që ta njerëz me nda. Është profili i produktit ku përdoret në mënyra bimore. Si konkurrencë ki Hoplen, Halten, Sanja, shifë. Krejt këto e përdoret? Po, i kine kikirika, i kine chipsa, të gjithë prodhust që bëjnë barista e kanë me ndur bimore. Merin i cilën donin trejt. So shpesh bëhen inspektime prej shtetit në për ambientet e juja, këto të qumshtoria vita, është kjo rasti izolum, rasti i fundit, apo është procedur normale? Ne i kemi gjitha dosjet sa herë Agencioni i Ushqimit dhe Veterinës ka qenë prezent fabrikë. A vinë shpesh, do me thonë? Vinë, ata e din kur vinë, ata i kanë procedurat e tyre. Për gjatë vitit? Për gjatë vitit ndodhë më 3 herë, 4 herë. Po flasë për vizitat rregullta. Çfarë faktori e bën në rast të veçantë vizitën e fundit, do me thonë, prej këtyne vizitave tjera? Çka ka dallu kjo e fundit? Për neve ka dallu numri i madh i inspektorëve, po du me hekat sistemin paralajmëruar pa paralajmëruar. Kur kujna nuk i pengon në ardhë inspektorat. Na jemi këtu. As nuk jemi mbyll, as nuk jemi me mshef. Çdo cep të fabrikës inspektor ka hyja ditë. Për ne ka qenë shumë e çuditshme qysh më ardhë të ndaj numër i madh inspektorëve. Për çka? Kjo ka qenë çka ka ndodhur. Sot ishim prezent inspektorët. 2 inspektorë i morën 11 mostra. Dje kanë qenë, i kanë marrë 9 mostra. Çka po të kesh këtu? Unë s'pe kuptoj. Pse vendoset ju me mbyll, dhe më thonë, masi që erdhen ata, pse thatë penalëm në herë prodhimit? Po që, kur të vinë 20 inspektor në fabrikë, ti vetë nuk e kupton se çka ka ndodhur. Më thonë është konfuzion. Është konfuzion për stafin. A ka posë reagime ndryshe prej herave të kalume? Absolutisht. Neve na kanë informu si gjithmonë që është informohet, sepse siguria, standardin sigurisë punë e parashojnë që atje në port duhet dikush mu lajmëru, edhe duhet mu njoftu stafin i fabrikës që kemi vizitorë. Edhe unë personalisht kam dalë i kom prit, i kom ftu, kur i kom pa gjithë ata thash, çka po ndodh? Po, pa marrë parasysh asaj, i kemi ftu, i kemi fut në zyrën e takimeve. Sa kanë qenë, sa inspektor kanë qenë? Nëse s'gaboj 17, 18, 20, nuk e di saktësisht se... Prej momentit kur jeni ullë, cili ka qenë diskutimi mes juve dhe çka është fol atë? Ne kemi kërku që të prezentohen kush janë, se kemi drejt besoj, shtëpinë tonë, t'i pyesim kush janë. Normalisht, a kanë qenë me bexha? Qenë me bexhën, tash se cilin nuk e kam shqyqur të drejten, edhe jemi informu që kemi inspektorën. Do të thot me vendim të ministrit. Çka ka qenë e çuditshme, që në vendimin të cilin e ka lëshu ministri në ora 12, dërsa në ora 2 ne i kemi pas inspektor këtu. Ka qenë e specifikume të shkohet në vizitë dhe inspektim të operatori Abrazen dhe operatorët e tjerë. Më thonë, ne kemi qenë dyqysh të ndonë. Tek referente. Pse? To nuk me kuptoj.
Apo më tregon çka ndodh me industrinë, të unis pej fermerëve prej momentit kur ju e ndaloni pranimin, që keni vendosur herën e fundit, qumshtet në fabrikë, domethënë, që i nalni aktivitetet. Çka ndodh me industrinë e qumshtit në Kosovë? Kjo është një humbje e madhe. Unë tash po flas në aspektin profesional, po flas në aspektin ekonomik. E një punëtori që jam që 19 vite që do të thotë ka fermer që i ka 2000 litra, 3000 litra në ditë. Mos harroni, një ditë është 3000 litra, 2 ditë është 6000 litra, 3 ditë është 9000 litra. Lopa prodhon qumsht 24 orë. Ajo nuk pyet, a keni ju problem në fabrik, a s'keni ju problem në fabrik. A e dini sa herën ne kemi pas për shembull ka ndodhur problem teknik. Mirë po ne kemi pranuar qumshtin, nuk i kemi thonë fermerëve nuk ta marrim ne qumshtin. Mirë po kjo çka ka ndodhur, na ka stopu edhe na ka ndohë, na ka shtimë me mendu çka është të ndodhur. Pse duhet na me ardhë në këtë formë 20 inspektor. Inspektor të industrisë, Ministrisë të Industrisë Teknikës, të sanitarë, inspektor të AUV-it. Kemi ato të rregulla. Ne kemi pas vizit para 4 ditëve dhe të ambientit. Kanë bojë inspektimin, e rregullt kanë vazhdu. Në bazë të planit, ku bëhet standardizimi i produktit. A kemi qumsht 3-2, a 1.5, a kemi jogurt, a kemi ajran, a kemi ajka, çka kemi. Tu përfundon gjithçka. Edhe produkti bartet me pjesën e mbushjes. Në linjat e veçanta, pa asnjë kontakt me produktet që kanë ymbyrë bimore, fillon procesi i mbushjes. Me kaq përfundon vita. Pe momentit kur futet, domethënë, ambalazhohet, ai bëhet aty në imotje përfundimtare, në analizë përfundimtare, aty bëhet analiza fillestare, i bëhet analiza para mbushjes, gjatë mbushjes, pas mbushjes. Vazhdimisht, domethënë. Pas 2 dite, pas 5 dite, pas 7 dite, deri në skadencë për cilët produkti. Deri sa skadon. Qumshti dhe produktet që janë UHT nuk dalin nga fabrika pa i kalu 7 ditë në fabrikë. Do me thonë gjithësysh secili prodhem ka me qëndru 7 ditë në fabrikë. Produktet cilat janë afatgjate. Produktet cilat janë afatgjate qëndrojnë 7 ditë në fabrikë, në kushte 32 gradë dhe 55 gradë. Çka do me thonë produktet që janë afatgjate, afatshkurte? Produktet afatgjate, i ki produktet që kanë 6 muj, 8 muj, 1 vit, 2 vite, varësisht prej llojit produktit. Produktet afatshkurta janë produktet e fresta, jogurti, ajrani, ajka, gjitha këto që kanë afat 35 ditë, 45 ditë. E qartë. Ky objekt është lindon fizikisht. Ku jemi këtu sakt? Këtu jemi te përgatitja e yndyrës për produktin e baristës. Tash, a e po objektin e qumshtit atje? A e po që është lindon fizikisht? Lidhe nuk ka me këtë pjesë këtu. Që tu prodhohet vaj i palmës? Që tu përgatitet vaj i palmës. Se ne nuk e blejmë. E përgatitim me procedurat cilat i kemi na. Prej këtuit, i kemi tangat ku e përgatisim. Tangat ku përgatitet. Që ky produkt i barista që pëmbushet atje. Po trajtimi termik. 138 gradë, 137 gradë, sterilizimi. Homogenizohet produkti. Homogenizohet, edhe kalon në procesin e mbushjes. Do me thonë për bërë si vaj palme nuk o të bëj, realisht na u dasht me ecë mi bo një 600 hapa prej ku kem të ku prodhohet qumshti, do me thonë ku përgatitet për shitje, te pjesa, qka po prodhohet këto? Barista. Po, pije qumsht për kafe. Këtu përdoret vaj i palmës, po përdoret për produktet ku lejohet me u përdorë, do me thonë, për me pas qartë për audiencën. Që ambalazhimi këto,